I dashur shqiptar, këtu kam veprën e Norbert Joklit. Dhe në këtë vepër nuk përmendet asnjë qytet i lirë. Fakti që Norbert Jokli ka besuar që nemi i lirë është i barabartë me faktin që Neritan Ceka mendon që të gjithë mbishkrimet i lire janë shqiptare. Pra askush deri tani nuk e ka bërë lidhjen midis ilirëve. Pra askush deri tani nuk e ka bërë lidhjen midis shqiptarëve dhe ilirëve. Dhe këtë lidhje do ta bëjmë sot. Dhe si e kam bërë këtë lidhje? Me ndeshmëri, sepse jam shumë i sinqert. Nuk di të gënjej kur. Unë këtë lidhje kam bërë mbasi kam parë intervistën e Neritan Cekës me gazetaren e shquar Hila, zëri të cilit më kujton veprën e Dostojevskit gjithmonë. Dhe dëgjoj atë libër ditë e natë me qindra herë. Historia e Shqipërisë është si vepra e Dostojevskit. E tmerrshme. Ashtu siç vuan personazhi Dostojevskit përpara se sa të bëj një vrasje, ashtu vuaj dhe unë përpara se sa t'u them shqiptarëve gjëra të vërteta. Dhe studimi im pra ka nxjerrë lidhjen e jashtëzakonshme jo vetëm të shqipes dhe gjuhës helene, por shqipes dhe gjuhëve slave, shqipes dhe gjuhës prygase, shqipes dhe gjuhës hitite. Tani këto zbulime unë i kam bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Nuk i bën dot njeriu këto zbulime. Këto zbulime nuk i bënte dot as Jokli, as Majri, as Pederseni. Dhe unë nuk them që jam në njeri i shquar. Unë them që në fillimet e karrierës sime unë kam përdorur kompjuterat. Në një kohë të shkurtër për disa sekondash kompjuteri është në gjendje të jap listën e të gjitha fjalëve në të gjitha gjuhët indo-europiane. Nuk e bën dot këtë njeriu. Po ta kishte bërë këtë njeriu, do e kishte zbuluar Jokli origjinën e qytetit Bargulum. E çdo të thot Bargulum, të dashur shqiptar, e pra ky emër është përmendur në historitë e Tit Livit, historian romak. Dhe ai përmend qytetin Parthin, Bargulum. Tani emrat që mbarojnë me në latinisht janë emra neutral. Tani gjëja më e bukur është kjo. Unë kam lexuar në origjinal, në greqishten e vjetër, që se kupton një grek i sotëm, origjinën e emrit Bargulum, dhe aty thuhet që është Bargulia, duhet ishte emër i gjinisë femërore, ndërsa Stefanusi i Bizantit thotë është emër asnjanës. Pra jo gjithmonë mbaresa e emrit përkon me gjininë. Dhe studiuesit grek të nuk e kuptojnë dot. Pra një emër që duhet ishte i gjinisë femërore, Bargulia, është i gjinisë asnjanëse. Po pse do thani ju? Po sepse ka ardhur nga Bargulum. Pra ka ardhur nga gjuha romake në gjuhën helene. Po të kishte ardhur nga gjuha helene në gjuhën romake, duhet ishte emër i gjinisë femërore. Pra është me mbaresë të emrave femëror, por prap quhet asnjanës, nga Stefanosi i Bizantit. As është kjo madhështore? Pra këtë nuk mund ta gjente dot Jokli, as Majri, as Pederseni, jemi të sinqert. Asnjëri prej tyre nuk ka besuar në të vërtetë që ilirët ishin gjyshurit e shqiptarëve. Askush prej tyre nuk e ka ditur që ilirët shkruanin në dialektin dorik, por edhe jonik. Do shikojmë në filmat të tjerë. Por edhe të Kretës, do shikojmë filmat të tjerë. Por edhe të Korinthit. Pra, emri Shkodrës sipas dialektit të Atikës, koinon Skodrinon. Pra, në Iliri janë folur të gjitha dialektet helene, jo një.
Por në Bylis, aty ku I ka bërë zbulimet Neritan Ceka, aty janë zbuluar në një dialekt të panjohur për grekët. Nuk e dinin që këta ilirë I thonin mureve Tikhaj. Nuk është gjetur në asnjë dokument të lashtë helen. Pra ilirët përdorin një helenishte të çuditshme. Dhe ilirët përdorin Bargulum, që në helenisht do të ishte Bargulia, dhe është emër asnjanës pra në gjuhën helene. E çdo të thot Bargulia. Pra unë kam lexuar me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, kuptohet, që Bargulia ishte emri I Artemisës. Përkon me rënjën indo-europiane për fjalën I bardh dhe mal. Barg do të thot mal në gjuhën e Avestanit dhe në gjuhën e Indisë së Vjetër, në gjuhën hitite është gjetur si emër Vargmali, Barga. Në helenisht ishte Parga. Është gjetur si emër I një qyteti në perandorinë siriane, sepse ato ishin në luftë të vazhdueshme me perandorinë hitite. Dhe gjithë Vargmali quhet Bargulia në gjuhën hitite, po gjuha hitite është shumë e lidhur me gjuhën shqipe. A nuk është kjo një mrekulli të dashur shqiptar? Tani, këto zbulime nuk do ishin bërë nëse unë nuk do isha zemëruar pak me Neritan Cekën. Gjë që është një kryevepër. Kur unë zemëroj me dikë është një gjë e mirë. Kjo tregon që më intereson puna e tij ose puna e saj. Pra kur unë kritikoj dikë, nuk e bëj me zemër të keqe. Përkundrazi, unë dua të gjej të vërtetën dhe meqense nuk e kam personin pranë meje, unë krijoj një dialog virtual me të. E kuptoni apo jo? Dhe nganjëherë grindem me këtë person virtual, Neritan Cekën. Unë se kam takuar kur Neritan Cekën, unë Neritan Cekën e kam parë nga intervistat në YouTube. Kush është Neritan Ceka se njeh njeri? Ajo që shkruan Neritan Ceka, ato janë marrëzira. Neritan Ceka nuk di që emri Eugenum është në latinisht Eugenium dhe do të thot njeri fisnik në helenisht dhe në latinisht. E gjithë jetën Neritan Ceka ka bërë disertacion shkencor me fjalën Eugenum. Tani të dashur shqiptar, themi atë që është, këto zbulime nuk do ishin bërë pa ju. Në një farë mënyrë ju jeni bërë familja ime. Unë kam qenë njeri pa familje, jetim komplet. Pra, nga dashamirësia juaj, unë kam bërë filma interesant. Gjatë xhirimit të filmave kam bërë dhe zbulime. Ndërmjet të tyre ka qenë dhe Eugenium. Këtë kam bërë gjatë xhirimit të filmit si zbulim. Në fillim doja ta përgëzoja Neritan Cekën, pastaj zbulova që ai nuk e dinte latinishtën. Po ashtu Neritan Ceka nuk di as greqisht, sepse të gjitha tekstet që ka gjetur Neritan Ceka janë një dialekt I panjohur helen. Quhet dialekti dorik. Pra të gjitha mbishkrimet në Bylis janë të këtij dialekti. Jo vetëm kaq, por ky ka evoluar si një gjuhë koine, është krijuar gjuha koine ilire, që ka mbijetuar deri në shekullin e 6 të erëson, deri në vitin 551 kur slavët futen në Bylis dhe shkatrojnë atë. Pra të gjitha janë gjëra të mira, grindjet e mia me Neritanin virtual. Bisedat tuaja me mua në mënyrë virtuale. Sepse po bisedojmë, po flasim me njëri tjetrin. Unë po flas me ju. Ju përfytyroj sikur jeni përpara meje. E pra këto janë gjëra të mira, të përkryera, po të mos ishte një gjë e tillë, ky dialog, as që sepse këto që kam gjetur unë nuk janë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Askush si ka shkuar ndërmend, as Joklit, as Majrit, as Pedersenit, harrojni, askush nuk mendonte që shqiptarët janë të lidhur me ilirët. Jokli madje mendonte që shqiptarët janë aty nga Rumania, Dakia, kanë ardhur këtu. Askush se ka provuar përveç meje që shqiptarët janë autoktonë, dhe askush se ka ditur që shqiptarët janë vëllezër me grekët, absolutisht. Askush se ka ditur lidhjen e Shqipes me gjuhën e Cakonias, që është pasardhëse e Lakonias, e gjuhës së Spartanëve. E pra këtë e kam bërë unë, askush tjetër. Askush nuk e ka ditur për fjalën Mia, që u bë Myza në gjuhën e Cakonias dhe Miza në Shqip,
ose fjala pordhi në gjuhën helenatikës është bërë pordha në gjuhën e grekërve pontik, pordha në shqip, e pra d-ja është bërë d vetëm në shqip dhe në helenisht tek fjala pordha. Ç'të të them, i dashur shqiptar, gjëra të mrekullueshme kemi zbuluar bashk, duke biseduar. Pra, kështu e kam gjetur edhe origjinën e qytetit Bargulum, që është Asnjanës në helenisht, por shkruhet si emër femëror. A nuk është kjo e çuditshme? Pra vjen nga Bargulum, nga latinishtja. Dhe desha të them që ky është një qytet i regjistruar në perandorinë hitite që në vitet 1800 para erës sonë. E vërtetuar, e shkruaj emri i këtij qyteti me fjalë shkronja sumere dhe është emër i qytetit të Margëlliçit. Tani është fshat Margëlliçi. Tani themi të vërtetën, këtë zbulim e ka bërë Neritan Ceka. I takon atij, por ai nuk e dinte se ç'do të thoshte Bargulum, edhe se ka ditur njëri, as dit livi se ka ditur askush në botë para këtij momenti, pra kjo është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Ta shikojmë se është shumë madhështore. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është vërtet e frikshme, sepse këto janë letra të gjetura, traktate midis perandorisë hitite dhe perandorisë së Egjiptit. Dhe në këto letra diskutohet pikërisht në këto traktate fati i qytetit Parga ose Barga, që bëhet Bargulia pastaj në gjuhën hitite, dhe këtu përmenden për herë të parë hebrejt. Pra hebrejt nuk kanë qenë në tokën e hititëve, këta njerëz të shkretëtirës po shkatërrojnë botën. Njerëzit e shkretëtirës, njerëzit më të egër, shkatëruan pikërisht perandorinë hitite. Dhe e gjithë historia e Biblës është një gënjeshtër. Hebrejt nuk kanë qenë në tokën e hititëve, të dashur shqiptar, po ashtu edhe turqit nuk kanë qenë atje. E vërteta është se atje kanë qenë indo-europian, pra gjyshurit e shqiptarëve dhe të helenëve, të cilët janë vëllezërit tanë. Pra ky ka qenë qyteti Barga, pastaj u bë Bargulia, Bargulos në gjuhën helene dhe në gjuhën hitite, dhe pastaj u bë Bargulum në kodrën e Margëlliçit, pastaj u shkatrua nga slavët shumë më vonë në shekullin e 5 dhe të 6 të erës sonë. Dhe populli shqiptar është pra përzierja e këtyre slavëve të ardhur dhe e gjyshurve tanë ilirë që flisnin një gjuhë shumë të ngjashme me dialektin dorik. Gjë më e bukur është se Bargulia është emri i Artemisës. Artemisa e bardhë, e jashtëzakonshme si statujë, sipas shënimeve helene, kjo statujë nuk prekej as nga shiu dhe as nga bora. Kjo statujë e bardhë. Pra është origjina e fjalës mal, barga, dhe origjina e fjalës e bardhë, e shkëlqyeshme. G-ja në mes të temës së fjalës ka dhënë dh në gjuhën shqipe dhe th në gjuhën kelte. Pra, në gjuhën kelte kjo është bardh, do thot i bardhë, ndërsa në gjuhën shqipe kjo është statuja e bardhë e Artemisës. Dhe kështu shpjegohet në tekstet helene. Po ashtu, Bargylos ishte miku më i ngushtë i Belloferonit që vrau pikërisht përbindçin e dimrit Himaros, të dashur shqiptar, që do të thot 10 vjeçare në helenisht. Kjo është përbindçi i dimrit, që është gjetur për herë të parë pikërisht në malet hitite. Pastaj erdhi në Europë, pastaj erdhi në brigjet e Epirit, emri Himarës. Pra është emri i dimrit, të dashur shqiptar. Hima i thon dimrit në helenisht, dimën i thon dimrit në shqip. Pra gjuha shqipe ka evoluar në Epir, të dashur shqiptar, dhe h-ja nistore e helenishtës ka dhënë d-n nistore në shqip. Dhe ky është zbulimi i Norbert Joklit, të jemi të sinqertë. Pra Bargulos është miku i ngushtë i Belloferonit, që u vra pa dashje
nga kali i tij Pegasusi që mbante mbi shpinë Rufet. Pra, Bargulum u godit nga Rufeja pa dashje dhe pastaj Beloferoni fillon dhe vajton për të dhe vë emrin e qytetit Bargulia. Tani unë do t'ju them një gjë të tmerrshme. Unë kam lexuar në dokumentat që janë zhdukur tani që Bargulia është emri i malit Pindus, që do thot i bardhë. Fjala Pindus. Por në gjuhën hitite do thot Pindus i bardhë. Helenët kanë grumbulluar të gjitha fjalët hitite dhe ilire, pra gjuha helene është gjuhë enciklopedike. Po të mos ishte gjuha helene, ne nuk do ta dinim ç'do të thoshte Bargulum, që do të thot mali i bardhë. Pindi, mali i Pindit është Bargulum. Po kjo është e jashtëzakonshme. Pra të gjitha emrat Arvanitas në Hellad janë emra origjinal dhe helenët e kanë zhdukur emrin Bargulum, Bargulia, emri i Pindit. Nga kjo unë e di që ka kuptimin edhe mal edhe e bardhë. As është kjo madhështore, kjo që kam bërë? Pra Arvanitasit duhet të vajtojnë sepse ata janë goditur nga vëllezërit e tyre helen që nuk e dinë që ne jemi vëllezërit e tyre. E tmerrshme është kjo. Siç e shikoni të dashur shqiptar, rënja 239 është rënja e përshtatshme për të futur aty emrin Bargulia. Pse do thoni ju? Ky është emri i malit të Pindit, mali i bardhë në helenisht. Shpjegohet si statuja e bardhë e Artemisës, që nuk e prek as shiu dhe as bora, është emri i vargmalit Bargulia ose Bargulum në Turqi, në vendin e hititëve, përpara se sa të vinë aty hebrejt. Kjo fjalë shpjegohet në enciklopedinë e Stefanosit të Bizantit, që e quan këtë fjalë emrin e qytetit të Karias. Pra Karia ishte qytet i pastër shqiptar të dashur shqiptar. Kjo është e tmerrshme. Siç e përmenda edhe më sipër, është emër i gjinisë asnjanse, megjithse ka mbaresën e emrave femëror në helenisht. Tani prova përfundimtare që ky emër pikërisht është në këtë rënjë, është fakti se fjala berg, mal, gjendet në gjuhën ilire. Pra, Bergulus i thon malit në gjuhën ilire, fjalë për fjalë, dhe është origjina e fjalës bregu. Në gjuhën shqipe, në gjuhën slave, në gjuhën prygase. Zbulimi që kam bërë unë është me të vërtet fantastik, sepse unë kam zbuluar që fjala brekon, që do thot breg në gjuhën e prygasve, përkon me fjalën shqipe bregu. Pra g-ja në gjuhën shqipe është k në gjuhën kelte. Pra tingulli g në mes të temës së fjalës është bashkëtingëllore e zëshme në ilirisht dhe bashkëtingëllore e pazëshme në gjuhët kelte. E shikoni? Bergonum i thon malit edhe në gjuhën e Ligurias. Bergule i thon malit në gjuhën thrake. Pra, Bargulum do thot mal, fjalë për fjalë, aty ku nuk arrin dot as shiu dhe as bora, aq i lartë ishte mali Bargulum. Pra Bargulum ka kuptimin mal i lartë, mal i bardhë, është emri i Pindit, gjithashtu është hequr nga helenët sepse ata kujtonin që është emër Arvanitas dhe kishin të drejtë. Madje helenët e kanë hequr emrin Hellas e kanë zëvendësuar me emrin Zotikos. Helenët. Pse do thoni ju? Hellas është sharje në helenisht për ilirët. Ka kuptimin ata të karikave, sepse priftërinë të ilir argëtonin klientët. Ky është profesioni më i lashtë i botës dhe këtë kanë bërë dhe ilirët me fustanella. Prandaj mbanin fustanella ilirët të dashur shqiptar. Homeri thoshte filinin këmbëzbathur në dysheme, po të gjithë këmbëzbathur flenë, por ishte një eufemizëm që ilirët filinin vetëm me fustanella të dashur shqiptar dhe me asgjë tjetër. Nuk kishin asgjë tjetër poshtë fustanellës dhe prandaj quheshin Hellas, ata të karikëve, sepse në karige argëtoheshin dhe hanin në të njëjtën kohë sklevurit, priftërinjtë dhe aristokratët, të gjithë bashkë, bënin një orgji. Dhe këta orgjiakë quheshin Helenë. Është emri turpshëm për ilirët nga vetë helenët.
Prandaj është mësuar ky emër në Zotikos. Pra kur dëgjoni fjalën Helen, kjo është sharje për ilirët. A nuk është kjo më dështore? Gjithashtu zbulimi im. Pse? Sepse unë kam lexuar Iliadën në origjinal, të dashur shqiptar. Pra, u kënaqet tani, emri Bargulum është ilir, por ilirët flisni një dialekt dorik të dashur shqiptar. Emri Bargulum përkon me fjalën shqipe breg, bregu. Ju faleminderit për vëmendjen. Dhe kjo është origjina e fjalës së bardhë, statuja e Artemisës, që se prek as shiu as bora. Është shoku i Belloferonit, Bargulos, në helenisht dhe ilirisht. Pra Helenët dhe ilirët ishin vëllezër. Është origjina e qytetit Margëlliçi në Shqip. U kënaqet tani. Pra, i gjithë ky zbulim u bë prej Neritan Cekës. Po të mos ishte Neritan Ceka, ky zbulim nuk do ishte bërë kurrë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra, Neritani është i dobishëm, siç e shikoni.